Dhe është momenti për kolegun ton Anton Cicani, gazetar në Telesport, i cili nuk e di juve, po mu këto dhe gjdo 2 video në TikTok më ka dalë. Është shumë viral nga një podcast në cilin bashkë me koleget e tyre kam folur për zhvillimet e fundit për ndeshjet e Shqipërisë dhe pse mos ta kemi sot në Kosova Live. Anton, përshëndetje nga Prishtina. Përshëndetje Prishtina dhe gjithë shqiptarët. Mirë se vjen në Kosova Live. Përshëndetje. Kemi me disponim, sepse kemi parë një shpërdhim emocional që besoj që ke marrë shumë komente këtyre ditëve. Komente kishte mjaftueshëm në video, po besoj edhe në mesazhe, komente private. Në fakt, unë nuk është se e mendoj shumë atë pjesë të ndë drejtën, po ne kishim emision gjatë ndeshjes dhe ndoqëm ndeshjen komplet gjatë emisionit, dhe mbrapa kishim direkt lidhjen mbrapa për analizat dhe komentet. Por, kur dalova dhe më thënë që situata meri me shumë të qeshura në deklarata e tjera, aty pastaj ai gjaku shqiptarit ka përcen limitet e unë dhe bëhet e vështirë që të kontrollohet. Kuj gazetaris, edhe foli si një tifoz i zjarrt. Në fakt, shiko, para se ti jem gazetar jam tifoz. Tifoz i kombëtares, tifoz i shqiptarëve, tifoz i Kosovës gjithashtu, i kombëtares përfaqësues Kosovës. Pra, normalisht që ndjenja parë është ajo e tifozit, pastaj vjen analiza e gazetarit. Fakti është që unë si tifoz duhet ta përjetoj të tillë këtë emocion. Pra, nëse unë do flas vetëm si gazetar, supozohet që do jetë diçka shumë soft, shumë e lehtë, në krahasim me atë që vërtet ndjej. Dhe fakti është që nëse ti thua gjërat si i mendon dhe si janë, je gjithmonë problem për të tjerët, për shumicën domethënë, sepse shumica preferon gjithmonë që të qëndroj brenda atij kostumit dhe mos dali kurrë nga ajo gjë. Anton, le ta shohim nëse sot me ndonjë pyetje po arrim të pruv në atë pikë apo jo, apo sot je shumë i ftoftë edhe i qetë. Po kur kalojnë 48 orë ndryshon pak, është si puna trajnerit që thotë më leni ditën tjetër të bëj analizën. Disa nga frazat tua shumë virale kanë qenë. Këta e gjenerojnë fanellën, kanë vetëm justifikime, s'duan kritika, a kanë gjak shqiptari. Pyetja konkrete nga gjitha këto që i ke thënë, në këndvështrimin pra tënd, çka po ndodh me kombëtaren, çka po të nxit që të kesh këtë pakënaqësi të madhe? Natyrisht, ai podcast ishte pra pas barazimit apo që kishte me Letonin. Atëherë, në radhë të parë, pritshmëria te kjo kombëtare është rritur goxha, dhe këtë e dinë gjithë. Nuk jemi më në kushtet e dikushme ku ne mendonim që lojtarë caktuar nuk mund të hapin më shumë se aq, sepse dhe infrastruktura nuk ishte e mirë, dhe qendra stërvitore e kombëtares nuk ishte e mirë, etj. Sot kanë të paktën 2-3 sauna, kanë 2 zona palestre, kanë fush me bar natyral, kanë gjithashtu edhe kushtet tjera të jashtëzakonshme për rikuperim frigoriferike etj. Pra, jemi në një stad të avancuar të zhvillimit teknologjisë edhe në futboll, por edhe në kombëtare ku janë investuar goxha para. Thënë kjo, nëse ne kemi rritur nivelin dhe stekën, atëherë unë do nisem vetëm nga një faktor dhe pse unë jam kritik ndaj kombëtares. Nëse ti kërkon për një ndeshje me Andorrën 100.000 lekë, një bilet, ke tribuna, do të thotë që ti e konsideron kombëtaren tënde një Brazil, një Argjentinë, një Gjermani, një Spanjë etj. Që ndoshta edhe këto nuk i kanë këto bileta. Që do të thotë, nëse unë paguaj kaq para për këtë bilet, dua të shikoj një paraqitje dinjitoze nga kombëtarja ime, sepse pastaj supozohet që unë të kontribuoj vetëm me lekë për të mbajtur federatën etj. Por unë si tifoz nuk mund ta bëj dot të gjë, sepse ka le të themi që ka prioritete tjera një njeri, ka një familje për të mbajtur, ka një qira për të paguar, ka një kredi për të paguar, nuk ka pse ti çoj lekët të thjesht në kombëtaren shqiptare të futbollit, por shkon aty për të zbavitur. Dikur, kohë më përpara, kur në teatr për shembull në kohën antike, mblidheshin njerëz dhe nuk i pëlqente skena teatrale, goditeshin me vezë, me domate etj. Pra, këto forma kanë qenë gjithmonë, nuk është se u shpikën tani dhe kaq. Dhe frika ime më e madhe është një tjetër. Frika ime më e madhe është që shumica te kombëtarët shqiptarë të futbollit, nga futbollistët, e mendojnë kombëtarët shqiptarë të futbollit si një stad për të kapërcyer dhe për të kapur kontrata më të mira në karrierën e tyre. Por ngatrojnë një gjë që kombëtare nuk është biznes. Kur vesh fanellën e kombëtares, përfaqëson miliona shqiptarë që janë nëpër botë. Nuk e shikon ti si biznes që unë të kap një kontratë mirë dhe të rregulloj veten time dhe familjen time. Absolutisht jo. Nëse është ashtu, lëra atë fanellë, lëra dikujt tjetër që ka më shumë interes kombëtar dhe ka më shumë interes që të përfaqësoj denjësisht gjithë shqiptarët. Kjo është gjithë ideja. Kombëtarja, lojtare, trajnerë, po thuaj që nuk po e ndjejnë këtë përgjegjësi, të paktën nuk po e përçojnë, edhe me lojë, po edhe me të tjera.
Patjetër që po, sepse unë shikoj për shembull, nëse ne bëjmë një krahasim, ne bëjmë një Nations League shumë të dobët. Dhe e justifikuam me faktin se okay, është Nations League dhe do bëjmë eksperimente e tjerë, gjë që nuk i bëm as eksperimentet, nuk është se zbuluam lojtarë të rinj dhe nuk është se provuam skema të reja. Ishim po kjo lloj Shqipërie. Pastaj nisin eliminatoret, humbim në Angli, pa tentuar fare portën e Anglisë, gjë që kjo është e pafalshme. Mund të më thonë, cili do mund më thotë, po çfarë do bësh ti kundër Anglisë? Se pam se çfarë bëri Kosova, humbi kundër Anglisë, po tentoi të luante, siç kanë bërë dhe kombëtarët e tjera. Njësoj humbi dhe Andorra humbi më pak me Anglinë madje. Imagjino, domethënë bëjmë një krahasim, Andorra humbi më pak se sa ne kundër Anglisë. Imagjino. Që të kuptohemi dhe kjo pjesë, pse është gjithë kjo mbrojtje ka shikomtarës që unë nuk e kuptoj dot. Vazhdojmë te pjesa tjetër. Ne luajmë me Andorrën në stadiumin Air Albania ku bileta shitet shumë shtrenjtë dhe mbushet nga tifozeria. Në vend që të luajmë futboll, ne shënojmë ato 2 golat dhe më pas qëndrojmë në mesin e fushës duke pasuar topin me njëri tjetrin. Derisa vëshëllimat e publikut janë ato që shtyn ekipin në fund 20 minutat e fundit kërkoj dhe një tjetër gol. Që është e pafalshme. Se kur ti në një grup ku duhet gol avarazhi të qarkullosh topin në mes në fushës, kur ke mundësi ti shënosh 4 ose 5 gola kundërshtarit, kjo për mua është e pafalshme. Kush prej lojtarëve të kanë nxehur shumë në këto lojë? Shumica, sepse unë dua ta nis nga një fakt. Ne kemi lojtarë që luajnë në liga shumë të rëndësishme, okay? Fakti i lodhjes për mua nuk ekziston. Lodhja ekziston te kombëtarët e mëdha me emër që lojtarët e tyre bëjnë 70 ndeshje në sezon. Lojtarët e kombëtarëve shqiptarë të futbollit maksimumi ndeshjeve që bëjnë janë 35-36. Disa madje bëjnë dhe 10 ose 15 gjatë gjithë sezonit. Nuk mund të thua që këto lojtarë janë të lodhur. Ky është një justifikim që bie totalisht. Nuk mund të thua që Hysaj nuk i bën dot 2 ndeshje brenda 72 orësh. Sepse Hysaj ka nisur të luajë me Lazio në janar e tej dhe madje ka bërë gjithsej 16 ose 17 ndeshje dhe jo minuta të plota. Pra mund t'i bëj 2 ndeshje Hysaj, nuk mund ta ulësh stol mbas një ndeshje kaq të mirë që bëri kundër Serbisë me Letoninë. E provove me Balliun pjesën e parë, pjesën e dytë fut Hysaj, ka eksperiencë, ka leadership, mund t'i japi skuadrës atë shtysen më shumë që të arrijmë te goli. Jo, nuk e bëre as këtë gjë. Nga krau tjetër, ty të vjen fakti që Bajrami nuk ka luajtur fare as gjatë gjithë sezonit me Rangers, është aktivizuar shumë pak. Ti vjen në kombëtar dhe nuk e fut. Për çfarë arsye nuk e fut Bajramin? Okej, Bajrami ka qenë në formë të dobët, po ti e ke pasur lojtarin më besnik tëndin, ku kanë qenë kualifikuese gjithashtu dhe në Europian më pas dhe në Nations League. Çfarë ndodhi tani? Se nuk i jep shpjegimet për këtë gjë. Asani ishte lojtar që luante, tani nuk po luan më. Unë para dikur fola për një përplasje në stërvitje mes Asanit dhe Silvinios, më hudhën të gjithë sipër duke më thënë nuk është e vërtet. Faktet po m'japin të drejtë, sepse Asani në 2 ndeshjet e fundit nuk e ka prekur fare fushën. Atëherë ka ndodhur diçka më shumë. Pra, ndoshta ka ndodhur ajo që mua më kanë referuar. Dhe ato kanë dashur ta hedhin poshtë. Domat e çveshjes unë nuk i shoh shumë në rregull te kombëtarja. Pra, po që ka krizje edhe mes lojtarëve dhe kjo po reflekton tani edhe në lojë, apo jo? Patjetër që po, çdo gjë reflekton në lojë. Nëse ti nuk je grup reflekton në lojë dhe kjo më pas shikohet edhe në fushë. Lojtarët në fushë dalin me një plan loje. Po ta shikosh janë gjëra shumë le të themi kategorike që bëjnë lojtarët, ato pasimet e ngadalta, mos lëvizje pa top, nuk ka një ide se si të shkosh të sulmosh kundërshtarin, kur të gjithë e dim dhe ne që nuk jemi trajnerë që Letonia do qëndronte në mbrojtje. Atëherë vetëm mënyrë që ti ta çash është që ta bësh atë punë duke vertikalizuar më shumë dhe duke përdorur sa më shumë murin. Ne merreshim me krosime dhe të gjitha krosimet ishin thuajse krosime të dobta që nuk arrinin askund. Pra, që nga strategjia dhe plani që ti zgjedh për të sulmuar një kundërshtar të caktuar, do të thotë që për mua ti ndeshjen nuk e ke përgatitur mirë. Dhe kjo është e pafalshme që mos ta përgatitesh mirë një ndeshje që është ndër më të rëndësishme për ne. Po prandaj ne ke thënë që trajneri duhet bëhet i sinqertë dhe të thotë që po shkoj. Jo, trajneri shiko, unë mendoj që një njeri nëse nuk sheh mundësi përmirësimi te puna që ai po bën diku, atëherë është më e ndershme që ai të thotë. Pastaj është tjetër gjë, nëse lojtarët do thonë që okej, ne duam këtë trajner, nuk ka pse të japi dorëheqjen, riktheni trajnerin, është një sinjal shumë i fortë që grupi e ndjek këtë trajner. Shpeshherë ne kemi parë që trajnerë të caktuar i bëjnë këto dorëheqje, veprime e tjera për të parë nëse grupi i ndjek ose jo. Sepse nëse grupi kërkon rikthimin e trajnerit, do të thotë që e ndjek trajnerin dhe e kanë ato problemin. Ne nuk e dim ku qëndron problemi, qëndron te trajneri, qëndron te lojtarët,
qëndron te fakti që mund të ketë në dhomat e zhveshjes hatërmbetje mes njëri tjetrit etj. Këtë gjë nuk di ta them me siguri plot sepse nuk kam fakte. Edhe lojtarët edhe trajnerët duhet japin më shumë shpirt në gjitha ndeshjet që kanë. Sepse nga ajo që po e përshkruan pra janë shumë të relaksuar edhe... Mund të shpirt si Antoni. Do të bëni mirë. Unë mendoj që është kushti bazë kur ti vesh fanellën e kombëtares, që siç e kam thënë, e kanë ëndër miliona njerëz që ta veshin atë fanellë. Kur ti vesh fanellën e kombëtares, ke një përgjegjësi aq të madhe sa nuk ka. Nuk mundesh ti që të veshësh fanellën e kombëtares dhe ta sjellësh vetëm në fushë kohë. Ne shpeshherë fanellën e kombëtares vetëm e xhirojmë në fushë. Dhe kjo nuk është normale, mund duhet ndonjëherë sikur është fiksi ato rrobat që marrim kur shkojmë me udhtim dhe nuk i veshim kurrë dhe kthehen po një coj të pastra. Nuk mund të ndodhi ajo gjë, më kupton? Sepse je duke luajtur me kombëtarë shqiptare të futbollit, ndoshta këto nuk ja ka shpjeguar, nuk ka se si t'ja shpjegoj Silvinjo mirë se Silvinjo nuk është fare shqiptar. Dhe kjo është pjesa që mungon te kombëtarja jonë. Unë mbaj mend brezat e shkuar që kur barazdonin një ndeshje ose humnin një ndeshje me paraqitje shumë të dobët, qëndronin me kokën ulur në intervista dhe në konferenca dhe në deklarata. Këto sot nuk kanë as për ulësin, për të pranuar gjërat dhe për ta ulur kokën, po janë të parët për të kthyer përgjigje, janë të parët për të bërë gallat, humor, për ta kthyer çdo gjë, për ta çdramatizuar çdo gjë. Dhe duke vazhduar kështu me çdramatizime gjithmonë, unë mendoj që krijohet një alibi shumë e madhe që si një barazim, si një fitore, si një humbje, tu nuk ndryshon asgjë, çdo gjë okay. Anton, para se të flasim pak për tifozët QQZ, edhe një pikë tjetër, një diçka që ka qenë diskutuar, ka qenë sjellja e lojtarëve ndaj atyre serb në fushë, në mbrëmjen kur është luajtur me Serbinë. Pra një sjellje miqësore, natyrisht ata në fushë janë dhe kanë luajtur dhe u bë ky krahasimi më njëherë me lojtarët e tjerë të cilët ishin në një situatë krejt tjetër. Cili është mendimi jot? Ja, ajo që unë vura re në stadium atë ditë, nuk më duk që në fushë, është e vërtetë ajo që thoni ju, se e pan gjithë normalisht, nuk më duk që ishte agresivitetin e dur kundrejt Serbisë duke njohur aspektet politike dhe historike. Them të drejtën, nëse nuk do quhej Serbia dhe do ishte, unë mendoj që ishte sigur po luanin kundër një Brazili, Argentinë etj. Mungonte vetëm që të ndronin fanellat me ato. Domethënë, kjo pjesë nuk është pjesë shumë e mirë për tifozin, sepse nuk duhet harrojmë një gjë, është e vërtetë që lojtarët janë profesionistë etj, por është e mirë që këto gjërat të shmangen nga kamera, sepse ka shumë njerëz që kanë vuajtur nga genocidi, që kanë qenë duke parë ndeshjen, që kanë humbur familjarë etj, kështu është, e dim që është sport. Këto moralizmat që është sport nuk duhet ta përlyjmë etj, unë nuk i kam qejf fare, se historia është histori. Historia nuk shuhet historia me një ndeshje futbolli, edhe me dy takime, me dy dhënje duash etj. Se jam i sigurt që po, ndërkohë ata që kanë marrë pjesë, që kanë pas mundësi që ta shohin lojën nga afër, kanë thënë shumë që më shumë atmosferë ka pas jashtë para se të fillojë ndeshja ose në rrjetet sociale, më shumë se sa ditë në stadium. Është e vërtetë kjo? Dhe di pse. Jo, isha vetë te organizimi që bëri TKZ-ja, një orë përpara se të shkoja në stadium fakt, se doja të shikoja, takoja ato djemtë aty, se kanë dhënë shumë në këto 21 vite me kombëtarën, them të drejtën, shumica atyre janë familjarë, shumica atyre kanë punët e tyre dhe gjërat, bizneset e tyre dhe praktikisht që lënë kohën e tyre për të ardhur te kombëtarja, dhe kjo nuk është e pakt në ditët e sotme. Dhe fakti është që ato krijuan goxha atmosferë, mungoj ajo inati tyre, le të themi zjarri tyre në stadium, por duhet pranoj edhe që stadiumi është sjell goxha mirë dhe ka qenë goxha me ndikim, por mendoj që në fushë lojtarët nuk e morën kaq shumë të ndikimin. Dhe nga krau tjetër pash një Serbi me frena dore, të them të drejtën. Tu duhet jemi sinqertë. Po, edhe u vret mungesa e QQZ-n, apo jo, një çështje tjetër që natyrisht ty ka nxjerr shumë edhe në rrjetet sociale që e ke shpreh. Që tifozët QQZ nuk ishin aty. Ajo kjo është, shiko, unë e kam thënë, ne jemi një kombëtar e Ballkanit. Kombëtarët e Ballkanit, tifozët, tifogrupet, i kanë të shenjta. Nuk janë si kombëtarët e tjera skandinave, gjermanë etj, që mjafton të jetë publiku në stadium. Nuk është ashtu, sepse tifozët, tifozeria në Ballkan ka të tjera aspekte dhe ka një ndikim tjetër, ka një traditë, ka një kulturë se si duhet bërë tifo etj. Pra, ti i heq këto vlera stadiumit, në fund të fundit çfarë shpëtove? Nuk shpëtove asgjë. Ne do na vi ajo gjoba 50-70 mijë euro për thirrjet UÇK etj, që gjithsesi u bën në stadium,
dhe ti nuk shpëtove asgjë. Më kupton ti, doje të shmange këtë gjë, por këtë nuk e shmange, sepse në stadium gjithashtu thirrjet erdhën. Pra, në fund të fundit vetëm le jashtë tifozët kuqeti që unë nuk mendoj që do kishim pushtim fushe siç ndodhi në Beograd. Absolutisht jo, ne nuk jemi një tifozëri e egër, ne nuk jemi një tifozëri huligane në sensin e parë të fjalës. Ne jemi një tifozëri që bëjmë tifo. Patjetër që kemi ato uljet dhe ngritjet tona, por që janë normale tani në stadium, ku shkon në stadium nuk je në një bibliotekë, në stadium normalisht njeriu do thrasi, do prorasi etj. Sidomos kur pesha e një ndeshje kundër Serbisë është një peshë shumë e madhe dhe mos harrojmë që ne me lojtar shqiptar të Kosovës kemi ndërtuar kombëtaren ton ndër vite, kështu që do të thotë që ka një farë peshë kjo edhe emocionale në dhomat e çreshjes. Nuk është thjesht kaq. Po, Anton, për sot po të falenderoj me qenë se jemi krejt në fund për këtë paraqitje të qetë, ndryshe nga rrjetet sociale, edhe do dëgjohemi, natyrisht ka ndeshje të tjera që na presin, kështu që kemi çka të flasim. Uroj që shtator të vinë me mend të tjera, me mend t'i kem parë këto reagime dhe videot e njerëzve, sepse njerëzit nuk janë budallej. Të durojnë deri në një farë pike, por pastaj nuk mund të tallesh në vazhdimsi. Me të gjithë domethënë, jo vetëm me mua. Falenderit shumë, gjithsesi ai shpërthimi në rrjetet sociale po të shkon, kështu që ju falenderoj shumë dhe ju uroj për emisionin dhe suksese. Falenderit shumë, Anton.